Kodet e Matrix, pjesa e parë. A jeni gati për të mësuar disa të vërteta që mund të trondisin gjithçka që ju keni ditur deri më sot? Gjithçka që ju kujtoni se e mendoni vetë me kokën tuaj, por që e vërteta është krejt ndryshe. Ju paralajmëroj se ky material në këtë video nuk është për ata që nuk janë gati ta kapin dhe ta zgjojnë mendimin e tyre të vërtet. A e dini që ne të gjithë jetojmë në një Matrix? Jo një botë me ekran a robot, por një botë që ndërtohet brenda mendjes tënde sa herë shqipton një fjalë. Matrix pra nuk është teknologji. Matrix funksionon me kode. Kodet e Matrix në kokën tuaj janë fjalët që ju jepen. Fjalët janë gjuhë. Gjuha është mendim dhe kështu, thjesht fare, ti mendon ato që duan ata që ti të mendosh. Dhe jo ajo që ti kujton se e mendon vërtet. Pra ata krijojnë kode dhe ti thjesht i ekzekuton ato pa e ditur. Ky pra është Matrixi në kokën tuaj. Nuk jemi robër të makinerive, por të fjalëve që nuk i kuptojmë. Fjalët që përdor çdo ditë pra janë kode. Disa prej tyre të çojnë drejt vetes, të tjera të largojnë prej saj. Çfarë është një kod? Një kod është një komand, një fjalë që kur e dëgjon apo shqipton, hap një dritare mendimi. Ti mendon se po mendon, por në të vërtetë po ndjek një program, si kur shtyp një buton në telefon dhe hapet një aplikacion. Ashtu ndodh dhe në trurin tuaj. Thua një fjalë dhe ngarkohet një realitet i tërë, një mënyrë e të menduarit, një sjellje, dhe mirë se erdhe në Matrix. Realiteti i deformuar që ti kujton se është normale. Po marrim një shembull për këtë. Zoti. Fjala Zoti është një kod ekzekutimi që ngarkon në trurin tuaj një program të tërë. Një nga kodet më të vjetra dhe më të forta, Zoti. Sa po përmend këtë fjalë, një formë e caktuar të ngarkohet në mendje. Ky është një kod i ngarkuar që në fëmijëri, nga familja pa dashje dhe nga sistemi me dashje. Një figurë, një ndjenjë, një frikë, një dorë e padukshme që vendos gjithçka. Njeriu lind i lirë dhe shikon, shijon, mëson fillimisht realitetin ashtu siç e shikon, derisa i jepet kodi Zoti. Ti mund të jesh musliman, katolik, ortodoks apo pa fe, por kodi që të është dhënë është aktiv. Kodi është futur nga jashtë dhe vepron pa të pyetur. Çfarë ndodh kur thua Zoti e deshi kështu? Ti dorëzohesh, nuk mendon më, nuk kërkon zgjidhje, nuk bën pyetje. Ti pranon sepse kështu është dashur. Ky është një kod që të ndal mendimin, një komand që zvendëson kërkimin me bindje. Pra thjesht ekzekuton këtë kod dhe nuk mund ta ndryshosh atë. Ky kod është krijuar për të ndaluar mendimin tënd dhe për të dhënë mendimin që ata duan që ti të kesh.
Ky mendim është i kontrolluar pra. Dhe ti je tashmë në Matrix pa e ditur. Bot kuptimi jot për gjithçka që të rrethon është ai deformuari që nuk ka lidhje fare me realitetin. Këto kode janë në fakt viruse. Një kod tjetër. Karma, një tjetër kod me pamje të ndritshme, por me funksion të njëjtë. Karma, një fjalë që shumica nuk e kuptojnë, as nuk e përkthejnë, as nuk e përjetojnë, vetëm e përsërisin. Ti pyet, çfarë është karma? Dhe ja ku ndodh mrekullia e programit. Ata që e përdorin nuk din të shpjegojnë, por megjithatë janë të bindur që është reale. Sepse fjalët, kur nuk i kupton, por thjesht i pranon, janë më të forta. Karma të thot të heshtësh, të pranosh pa pyetur, sepse ti nuk e di as çfarë është, as si vepron. Por kur diçka të ndodh, ishte karma. Pra, mos u anko, mos pyet, mos ndrysho, thjesht pranoje si është. Kështu ke bllokim total të menduarit me kokën tënde. Këtu bëhesh një antar i lojës së mendjes, Matrix. Pra me sa po kuptoni, ju nuk do ta kishit këtë mënyrë të menduarit derisa ju servir nga jashtë. Derisa ju dha kodi i plot. Kodi i plot është i mbyllur dhe ti nuk mund ta ndryshosh, por vetëm ta ekzekutosh. Pra, je shndërruar në një kompjuter që ekzekuton kodet e Matrix dhe jep ushqim sistemit. Kujton se ky është mendimi i joti, por në fakt nuk është fare joti, por i futur tek ty. Karma si fjalë është gjendur tek sanskritisja, një gjuhë teknike e krijuar në tavolinë që nuk e ka krijuar, evoluar dhe folur asnjë popullat. Ajo fillimisht si fjalë ka patur kuptimin e thjesht lëvizje. Mirë po disa të zgjuar që krijojnë kode i dhanë më vonë kësaj fjale një faqe libri nga mbrapa që ti ta mësosh përmendesh dhe të krijosh në kokën tënde këtë realitet, këtë formë të menduarit. Një kod tjetër, fati, i njëjti mekanizëm por me një fjalë tjetër. Fati, një nga kodet më të përdorura në gjuhën e përditshme. Fjalë që vjen në buzë sa herë diçka nuk ecën. Ishte fati im. E ke thënë dhe ti. Në atë moment, ti ke pushuar se qeni përgjegjës për jetën tënde. Sepse, kur thua fati, ti nuk je më. Është një tjetër që vendos për ty, një tjetër që nuk shihet, një tjetër që s'ka emër, por të komandon. Dhe ky kod të bën një bllokim të menduarit, sepse kodi kaq është. Pra, ka një fund të ekzekutuarit. Është njësoj si të klikosh të hapet një foto dhe fotoja hapet dhe kaq. Nuk ka më. Pra, kodi fati është e barabartë, fundi i mendimit dhe arsyetimit. Si të zhbllokohemi nga kodet? Për fat të mirë, çdo kod mund të bllokohet dhe ti mund të fillosh të dalësh nga mendimi i futur, i mbjell, i instaluar në kokën tënde.
Tani dëgjoj me kujdes. Nëse fjalët janë kode, atëherë ti duhet të kuptosh përpara se të flasësh. Mos e shqipto një fjalë që nuk e ke ndier. Mos e përdor një koncept që nuk e ke ndërtuar vetë. Mos përdor fjalë që nuk i kupton dhe që nuk kanë dalë nga jeta e përditshme e njeriu. Nga jeta e përditshme e njeriu të thjeshtë, që krijoi fjalë që i përgjigjen realitetit që ai jetoi për mijëra vjet. Mos lejo mendimin të shkojë në rrugë që nuk janë të tuat. Rrugë imagjinare që të çojnë përtej asaj që ti mund të kapësh. Ky është fillimi i daljes nga Matrix. Fillimi i kthimit tek vetja, sepse ti nuk e ardhur këtu për të ekzekutuar fjalët e të tjerëve. Mendimet e atyre që i krijuan për ty. Ke ardhur për të krijuar kuptimin vet. Pra kupt e kapt. Mos merr pra asgjë që ti nuk e kap vet. Pra fjalë që nuk i kupton, sepse sa po të kërkosh shpjegimin e fjalës, sa po ke shtypur butonin për të instaluar një kod, një virus. Thjesht kështu funksionon. Fjalët që nuk kanë kuptim në asnjë gjuhë natyrale si gjuha shqipe dhe mundohen t'i shpjegojnë, pra ato janë kodet e Matrix. Shpjegimet e tyre janë thjesht ekzekutimi i kodit. Gjithnjë ka një interpretues që të instaloj ty në kokë programin. A e keni vënë re se gjithandej ka predikues, interpretues, kodesh. Pra ti thjesht shtyp butona, bën pyetje dhe menjëherë të jepet programi. Dhe kur programi apo virusi instalohet, është e vështirë të çinstalohet. Mos harro, nuk janë fjalët që thua ato që të programojnë. Janë fjalët që nuk i kupton, por i përsërit pa e ditur. Tani do të shohim disa nga kodet më të përhapura në mendjen e njeriut modern. Kode që veprojnë si viruse, të zënë trurin, të ndryshojnë realitetin dhe të thonë, kjo është e vetmja mënyrë. Një nga këto kode është kodi shenjtëria. Kur dikush thot është gjë e shenjtë, ti e ndal mendimin, sepse thjesht në Matrix nuk do të thot e vlefshme. Do të thot mos e prek, mos e analizuar, mos e çmontuar. Është një mur i padukshëm që vendoset rreth një ide. Dhe kush e kalon këtë mur, cilësohet si fajtor. Fjala shenjë është një kod mbrojtës për çdo koncept që s'duhet të zbulohet. Mund të jetë një doktrinë, një histori, një sistem, mjafton ta quajnë shenjtë dhe ti e pranon pa e kuptuar. Në të vërtetë, çdo gjë që quhet e shenjtë dhe ndalohet të analizohet është një program. Një instalim në trurin tënd që s'të lejon të bësh asnjë pyetje. Pra, të kanë vënë një shenjë. Nga shqipja ti mund të dalësh nga ky kod. Në shqip shenjë e shënuar është një gjë të cilës i vendoset një shenjë për ta dalluar se i përket dikujt. Pra, ti pranon se i përket dikujt. Një kod tjetër
është demokracia. Ky është nga më të sofistikuarit të thonë. Ti ke të drejtë vote, ti zgjedh, por të japin dy emra të zgjedhur nga ata, të dy me të njëjtën prapavi, të njëjtën mbështetje, të njëjtin sistem. Demokracia në Matrix është kodi që të jep ndjesinë e lirisë, por pa liri të vërtet. Është një buton që të bën të ndihesh pjesëmarrës, por në një lojë që se ke shkruar ti. A është vërtet zgjedhje nëse çdo alternativë është serviru nga të tjerët? A është liri nëse të lejohet të zgjedhësh vetëm mes dy opsioneve që nuk i ke krijuar ti? Në Matrix, demokracia është një program që e zëvendëson revolucionin me formular, që e zë zërin e vërtet me një flet votimi, që të jep ndjesinë e kontrollit, por të heq fuqinë e tij. Kodi tjetër, Ferri dhe Parajsa. Ky është kodi që e lidh njeriu me frikën. Çdo veprim që bën nuk e bën më nga ndërgjegja, por nga frika. Të pret Ferri, të shpërblem Parajsa. Ky është sistemi i shpërblimit dhe ndëshkimit, që i kthen njerëzit në qenie që llogarisin, jo që kuptojnë, që të ekzekutojnë, jo të mendojnë. Ky kod është si një mur mbrojtës për programin, një nga lojrat e Matrixit. Ti nuk bën të mirë sepse e ndjen, e bën nga frika. Ti nuk shmang të keqen sepse e kupton, por sepse trembesh. Ky është Matrix, kur dhe morali bëhet llogari. E vërteta lakuriqe është vërtet diçka që nuk ka për tu pëlqyer as pak. Ndaj, njerëzit që e kanë parat nuk preferojnë t'ja u paraqesin të tjerëve. Ndaj, ekziston dhe gënjeshtra e sajuar, e cila është e bukur. Kjo ishte pjesa e parë e një seri e videosh që e pasojnë. Do të futemi më thellë në atë që askush nuk guxon t'ja u thot, sepse rreziku që gjithçka të shembet dhe njerëzit të zgjohen nuk i pëlqen askujt. Shihemi pra në pjesën e dytë ku mendja mundet me nda, me ndi, e me ndje atë që i është futur aty brenda, dhe mënyrat se si ta kuptosh, parandalosh, blokosh atë që ata mendojnë se është e pakapshme.